shurtoj raportin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të rekomandoj seancës për votim, ose komisioni që e ka kryer këtë punë fillimisht në seancën e 15 prillit ta bëj punën e njëjtë. Pra, jemi në një situatë a ndjeni që së bashku me nismën e 50 por që ata e braktisën takimin konstitucional. A jeni në ndjenjë që keni mujt me kalu verifikimin e mandateve vetëm me 5 të Është sa pra e rëndësishme që të ketë unifikim të qëndrimeve të grupeve parlamentare. Në votim, pse s'u rikthye në votim raporti? Për arsye se ai raport është rrëzuar një herë. Procedura parlamentare ose një dokument i cili ka qenë i verifikuar, i nënshkruar, i votuar në parim njëjtë sikur se ndodh me ligjin në komisione. Ju ka prezentu seancës, në të cilin ka pas quorum, 109 deputet kanë qenë prezent. Ai është rrëzuar me votimin e mandatit. Për procedurën tutje duhet të deklarohet. Nuk mundem me dhëmë shkjellën votim, për arsye se nuk është çështje e mungesës quorumit. Në mungesë të quorumit, dokumentet hidhen në votim kur arrihet quorumi. Ne kishim quorum, 109 deputet kanë qenë në sallë. Dokumenti është rrëzuar. Tani, nëse opozita nuk dëshiron të bisedoj fare as siç çka do të bëjmë me atë raport, ose me atë dokument, po mbiesim kështu, ose po drejtohemi siç e përmenda më herët për një falëzjedhje të reja. Pse nuk votuan në nivel Krasniqi e Mila Rexhepi? Pyetje për zotin Krasniqi dhe zonjën Rexhepi. Ne jemi tani të gjithë deputet që presim të bëjmë vetimin e pastaj të prezantohen koalicionet. Dhe qeveria në detyrë mbetet deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra një qeveri e cila është zgjedhur në kundërshtim me kushtetutën. Pra, njeni 26 të cilës po i referoheni kërkon ndërheqjen tonë, ne e kemi bërë. Çka tjetër duhet bëjmë? Kto që hapur tendesa vetëm një mendim shtesë nga ajo çfarë tha ministri Haxhiu. Nuk është dorëhequr qeveria me rrethonat e jashtëzakonshme. Ka skaduar mandati. Ju lutem se po bëhen vazhdimisht përzierje të krahasimit të situatave dhe rrethonave. Qeveria Kurti 2 është qeveria e parë në Kosovën e pavarur që e përfundon mandatin. Pse gjithë ky krahasim ose gjithë kjo ngarendje me ne na thon, ne insistimi për dorëheqje shkon domethënë disproporcionalisht me atë se ju se themi ish kryeministri Hoti nuk ka dhënë betimin derisa se ka dërzuar detyrën. Ne jemi duke folur për situata krejtësisht të ndryshme. Jemi duke folur për një situatë normale. A është normaliteti standard që duhet ta pranojmë? A është normal? Në asnjë vend, një kryeministër i cili e prezanton edhe dorëheqjen qoftë ajo edhe jashtë mandatit, nuk ikën nga zyrja derisa të vjen dikush tjetër për t'ia dorëzuar mandatin. Ju paraprakisht ai kishte pozituar për raport. Në momentin që kryeministri përmiqet që do